Në një mjedes ku liria mungon, por jo shpresa, u mbajt një ngjarje e veçantë letraro-artistike që solli ndjenjë, reflektim dhe dritë në zemrat e atyre që jetojnë përtej kangjellave. Fjala është për takimin letraro-artistik me titullin Përtej kangjellave, i cili u mbajt në qendrën më të madhe të korrektimit në Kosovë, në burgun e Dubravës. Ky aktivitet letrar, më shumë se një ngjarje kulturore, ishte një përpjekje humane, sociale dhe shpirtërore, për të prekur shpirtin e njerëzve që përballen me pasojat e gabimeve të tyre, por që mbajnë brenda vetës nevojën për ndjeshmëri, për kushtim dhe përfshirje në jetën shoqërore. Si vjedhoi këtij aktiviteti, në takimin e dytë të radhës ku mora pjesë së bashku me poetin nga Prizreni, zonë Rabia Mytyçi, morëm poezinë e kësaj krijuese në qendrën korrektuese të Gravë, mes poezitë e saj që të shkruara me laps, me insistimin e drejtorit të qendrës korrektuese në Lipjan, Ilber Topalli, e mora përsipër që të shkruaj dhe të redaktoj poezitë me inicialin FS të banorës së asaj shtëpie korrektuese. Pasi kam redaktuar dhe vlerësuar nga poetja Hyr Fazlia, kam kontaktuar me zotin Ilber Topalli dhe natyrisht me ideatorën e këtij aktiviteti zonin Asaj Mulkeci, i cila ishte të kohën e Diani dhe së bashku organizuan një promovim të librit që u mbajt brenda qendrës, i pari i këtij lloji. Edhe me plot përgjegjësi si një ide e tillë kaq geniale, zonin Asaj Mulkeci nxorën e drejtë dhe veprën e parë të shkruar dhe të botuar e promovuar në qendrën korrektuese. Andaj më duhet që publikisht edhe një herë të falenderoj mikën time, Asja Mulkeci, për një ide kaq të nevojshme dhe kaq humane. Organizimi u realizua në bashkëpunim të plot me drejtorinë e burgut të Dubravës, ku nikoqer ishte Sami Gashi, drejtori përkushtuar i institucionit, i cili hapi dyert për këtë aktivitet. Lejoni që të gjithë ju përshëndes dhe përzemërsisht ju falenderoj për angazhimin dhe kontributin e juaj dhe në profesionalizmit cilin sot e keni organizuar dhe do të demonstroni para shoqërisë tonë cilët janë mbledhur dhe me padurim për ju presin. Faleminderit edhe një herë shumë. Nismëtare dhe ideatore këtij aktiviteti ishte Asja Mulkeci, një emër që tashmë identifikohet me promovimin e vlerave letrare dhe angazhimin e saj në ndërtimin e urave mes letërsisë dhe shoqërisë. Me ndjeshmëri të thellë për ata që gjenden në mjedise të kufizuara, ajo e konceptoi këtë ngjarje si një mjet për të shprehur dhe ndarë ndjenjat njerëzore, për të ndriçuar dritën brenda njeriut, edhe në vendin ku duket se errësira sundon. Përshëndetje. Unë nuk du të përsëris ato fjalimet klishe që jam e lumtur e jam kështu. Unë sot ndihem si nën mes jush, ndihem si motër mes jush, ndihem si bi, sepse unë kam 3 vjen dhe kam moshën e shumë prej juve këtu. Si lindi ideja e kësaj? Para 2 vitesh unë në qendrën e korrektimit të Lipjanit shkova me 2 shoqe, 2 miket mia poete dhe dorëzuam një shumë të madhe librash për të pasuruar bibliotekën e burgjeve. Dhe aty në aso kohë drejtori i përgjithshëm Ali Gashi, të cilin gjej rast ta përshëndes, na ofroi një miqësi, një pritje madhështore, një ambient familjar dhe ne spontanisht takimin tonë e zhvilluam në një takim artistik. Kënduam, biseduam, pollëmvalle, recituam dhe që atëherë lidhja jonë me qendrat korrektuese të Kosovës besoj do jetë e pandashme. Falenderoj shumë zonin Merita Sylan, e cila ka qenë me mua gjithmonë në komunikim, gjithmonë e gatshme të na i plotësojë dëshirat, kërkesat tona dhe kështu kemi arritur sot në këtë aktivitet. Kemi udhëtuar nga larg, koha nuk na favorizoi sot se ishte shumë shi dhe u vënë manca, kishim një program
jam pak më të ngjeshur, por do mundojmë të bijem shkurt. Kështu që as unë nuk do i bie gjatë. Por falenderoj dhe zotërin drejtor Sami Gashin për mikpritjen, për gatishmërinë dhe për pranimin e kërkesës sot, sepse t'ju them diçka, është e dhimbshme, por unë dua ta them. Unë kam disa muaj që kam bërë kërkesën në drejtorinë e përgjithshme të buxheve në Shqipëri. Dhe jo që s'më kanë pranuar, pas mesazhit nuk më kanë lexuar. Dhe kjo them shumë. Ndërsa në Kosovë, ju dardanët, bijtë tanë, na keni prirë me zemër dhe me krah hapur. Tani, unë dua le radhën krijuesve, artistëve që janë këtu me sush, piktor, këngëtar, dhe gjithë secili të recitoj, të lexoj diçka, të këndoj diçka për ne, dhe do bëjmë një lloj kombinimi, do lexojmë edhe ne nga krijimtaria jonë. Edhe njerë faleminderit shumë dhe ju uroj shumë suksese dhe ju të rinj. Mos mendoni që jeta mbyllet këtu. Përtej ka angjëllave, ka jetë, ka njerëz që ju duan, ka njerëz që ju mbështesin dhe një ndër ata jemi ne që jemi mbledhur sot artistë nga Shqipëria dhe Kosova. Faleminderit, suksese. Pjesëmarrja e artistëve në këtë orë letrare madhështoi edhe më shumë takimin. Me këtë rast u ftua në skenë Rustem Latifaj për të sjellur një interpretim të veçantë. Nuk ka luftë, po gjatë, as plak të ëndër. Këtë e kom ditë që moti, por se ka shpejt jon herë e sos burrat e këtyre maleve, dhe se nuk e kanë lënë as kënd pas veti, këto kur nuk e kanë besuar. Sot po shoh mirë, por po më dham. Një mend po më dham zemra. Por a dini o trima se vetë për këtyre se e pavi kom vrejt nizamet e mretit, tu i Vargevik se gulli. Ku e ke Austrinë dhe Krajt Petri? Ku i ke topat e Gjermanit që ta dridhen gjithë tokën në këmbë? Ku janë? Ha, thuani. Të gjithë kanë armë me lufte me gjakë, dhe janë kulmis mbi truallin tonë, por ku janë duke kulmisur mas miri, janë qu dhe u kanë dhonë këmbë. I kanë vu majat ka themra. E ju me lobotisti këtu, oret pa zemër, oret pa orë, kur nuk kanë pas qëtësi këto troje, e pa u bashku, kur s'kanë për të patur. Unë jam i ille, por di gjerat e illta. Kullave të minja 2 herë u kanë ngre themelet në imë. Ti vlla e kom parë me sytë e minë majet bajonetës lidhë në djepë, kurse nëna ka rëshqita është tërmushke mbinjeve. As gjarmi nërgur nuk ka jek mazi. Këto ju nuk i dini, por do t'i mësoni ma vonë, sepse shteti il shon tapi, praj për veti kur tapi nuk ka. Faleminderit. Të ftuarit, poet, shkrimtar, aktor, artist të fjalës dhe përfaqësues të botës letrare, sollën krimet të tyre, poezitë e lexuara, fragmentet e interpretuara dhe mesazhet e përcjella, përquan emocion, ngrohtësi dhe mbi të gjitha shpresë. Unë e di që nuk ka dëshirë me thonë plak, po një veteran të letrave, themu një shumë, ftoi poetin, kritiku letrar, zestin Tahir Bejani, dhe pas Tahir Bejanit do të ftoja Abdullah Zaneli dhe Kani Pytyqi. Përshëndetje për gjithë juve, në veçanti përshëndes banorët të përkohshëm të Endi Korrektus, gardianët, poetët dhe poetët, dhe gjithë stafin e kësaj drejtorie. Ndoshta ka edhe tjerë për në falin në moment që jam futur në oborin e këtij endi, pak më kanë ngacmuar emocionet, sepse edhe unë kom qenë disa më i valori këtij endi. Edhe se përshtypjet e asaj kohe janë më të rënda se çdo përjetim tjetër. Megjithatë,
unë kam një poezi në mënyrën e përkushtimit për jetimin e mia në kësaj kohe. Frymëzim në dhomën e burgut, e paharruar ajo kohë zëzonash, vitet e shkuara biruce dhe të nxira, ato dhoma të trishta, 2x2, një krevat përforcuar morëve të ftofta, një tavolin, një karri për pushim, kur mërzia mërë të bajnë e koka mërdhihej. Djerës të ftyre si bulza gjetësh mërs, dusheneja plot plak shti, mik mizoria, një kohë pas dere kundërmon të përherë, në drejtaren e këndit të dhomës me partrit, një kënd bilbyli hëndë në fluturim, frymon të shpresën e zemrës, etshëm shpirtin në mbyllur në qeli, në qilë, pas asaj vjelltinet vjetër të ndyrë, të cilës i hinte era liri. Po kërkoj takimin durimin që ta lexoj edhe një poezi tjetër para ju për më një përmbajtje tjetër për Valbonën, vendin më të bukur që i ka kryer shqiptarët. Eja Valbonë. Unë atje një pjesë të madhe të kohës fundit 20 viteve kur kaluar, po thuja çdo 2 javë isha në atë vend të bukur. Dhe përshtypjet e mia janë në Valbonën për herë të shtrira. Eja Valbonë. Pashat zot të qes be Valbonë. Ndro shtratin, rrugtimin, the ule çajmane. Në përnën tokë të si ati kuburan, fjallës e pastër, eja Valbonë se flaka mdoli, ani se dimër e kemi. Pa ty ky zjarë nuk shuhet, ka vite që të presim, e vetëm një rrugtim e bënë. Mos vënër po shatë zëtë, eja Valbonë, shuje zjarën në shpirtin tim, flak e shkrum në del nga mali, eja se në pritje jam, për shtepin tënde, kur mos e pyet asken. 100 pjallët e trimit kushtuar Zahir Bajazitit. Zahirin nuk ishte as vështirë ta njihja atë botë, ishte kudo, ai ka do që duhej në atë kohë rëmet në pikun e ditës, thelsinë e natës, shimit e borës. Zahiri po ishte kalorës që mjeku dhe nuk e donte, në mjeku thoshte trimje tratari janë një, s'ka më mire pas se liberteti frontale. Me armikun aty, e vetëm njënja se përballë. Zahiri vetëm me vetën, me gjithë shokët e tij, një nga një, njihte çdo pëllëm të tokës ajrit zgafele i vara, ku thyheshin e lozit ëndrat që kishte në këtij. Zahiri ëndrave me komandantët e një pëllëmbe dore, se pëllëmba tjetër larg ose larg 100 vjet larg, e ai në mes aty ku kishte sedi Justiniani Kalmit. Para se të merrte rrugë dhe i përjetësis divine, Zahiri gjithçka të falte, pa më të vogël diferim, të falte sy, të falte zemrën, të falte vetëdinë, të falte burrimin, të falte frikën, të falte mosdijen. Zahiri të falte etën, të falte urinë, të falte dashurinë, të falte dashur, të falte, po edhe me të likun e fundit, të falte fajin e pa faj, të falte buzëqeshjen e vaj. Po nuk të falte jo kur nuk të falte kratin. Zahiri shëndiste dhe për të gjithë damarë të atleo, veti 3 kur duhej, veti 1000 kur kërkohej, se asgjë nuk matej as me numra, as me fjalë. Zahiri po ishte gjithmonë ku duhej për t'i dalë ballë besës, e s'ishte jo kush duhej,
se instinkti se trafton të kur, post një dite, një dite të kopshme në adveturën ruse, të përkthehen nga një betejë të fituar, krejt nga zëfyr, Zahiri spëqente nga zlimin, as krejtë nga zgënimin, i menduar si që, po pa asë më të voglin në dyshe, derisa në mërët të orë pa fund me të lugje e brigje të ilegales. Zahiri s'ishte kock as mish për epshet e për degrijave, e ku durën burit, prangat, ditën drejt e gjithë natën e lume. Jo, a i këmishën kishte burg, si plisin dolapin e feminist, bytur me ndra zhëndrat e pafon me të liris. Zahiri zgjohi, kur të tjerët binin në gjumë, kur të tjerët ngopnin bardhën e në pinin kockat e majmenisë dhe mbyteshin thellë sa thellë nga frungat e marzis. Zahiri përplotëson të mozaikun e matëzis, të Eurazis, gjithherë me një aksion të fituar, e një kolonita zësuar, një plani të prishur ardhës si shhajdutërisht të qakërdisur, ai i qetrini, sa në bështil të duhanin ka qak dal nga dal. Zahiri ku dal zdotës i ditëve të para, mu para plojës të batërdis, as prekte me këm në tokë, as kokën se kishte në qiell, ishte gjithkund ku ishte pushtrimi i paqes, serenis e idealit të liris. Zahiri ndërgjegjes karmuar në gjezat larg zhuarsis, qështë një shtëpi pas dot një shtëpi pa qatiti ku në këtë rëpulli, qështë një njeri pa tokë, një njeri pa fe, një njeri pa dhe. Kosova tha me klip Zahiri dhe pa e parë në vetën, jo as deshi me ato 100 plak, sy t'i mbyli aty kulisi i lartë dhe. E tha dikush para me se kishte emocione dhe aja kupe. Por i them një atë një fjallë, por ata që janë nga reshtë i tretë të tjerë, sepse me ju isha sot që nga ora 11, isha fizikisht, isha me mendimet dhe bisedat që kërëm në drejtorin, dhe mësova gjithë për diqëtërin të uaj, mësova preokupimet, shqetësimet, mungesat i dinë të gjithë. Dhe ju thema dhe se në vendin të uaj mund të gjendemi të gjithë. Çdo njeri prej nesh, se nuk jemi askush në strejt. Ju askush nuk e keni dëshiruar të jemi këtu. Atë e ka sjellë koha, një qas, momenti kur jemi gjendë dikurin në moment jo të duhur, në një qas jo të duhur, dhe kemi bërë një veprim të duhur. Njeriu lirohet në momentin kur e liron në ndjenjën e tij. Dhe ju të gjithë jeni të lirë në atë qast. Dhe uroj që të gjithë, çdo njeri prej jush, sa më parë të dini nga këtu, të shkoni dhe të gjeni familjet e juja dhe në jetën e juaj. Uroj që herën tjetër kur të bëjmë një takim të tillë letrar, me secilin për jush të takohemi në ndonjë qytet të Kosovës apo të Shqipërisë, në ndonjë fshat. Unë për sot kam gjetur një poezi që është një raport i poetit se njerëzve që sot janë këtu para jush. Viti i poetit, ai miqësohet me stinët, pra verës i do lunget për gjithë vitin, verës të vapen i akthen freski, vjeshtës i adon gjyrën dhe shijen e mollës, dimrit ja jetë ndërëtsin e vargu, fëmijëve dashurinë e zemrës. Zogut i aruan folenë, këngës i ashëron dhindin e Prishtinën, a i shpeshu troket në portën e zemrës, edhe atyre që janë braktisur e hahuar prej të gjithë. Ju falenderoj.
shumë e mirë që kam për zemër. Nezi ta ku vetë. Pasaj, do doja të vi aktori, artisti më Halil Tetaj dhe Emi Krosa. Juve jeni djemë të rinë që për një diçka të vogël ndoshta ndodhen në këtu, që edhe neve mund të gabojmë dhe mund të apsojmë kështu si juve. Janë gjëra njerëzore, ju jeni si neve, një lloj të barabartë. Për juve sot kam zgjedhur një poezi. E kisha këtë poezi për një motrën time para se të vdiste. Dhe doja t'ja mirja dhije, edhe asaj t'i jepja forcë. Këtë dua bëj dhe sot me juve. Të marrë dhimbjen tuaj dhe ta shpërndaj, ta mbaj për vete, se më duket se sot unë jam më e fortë se juve, sepse e shikoj dhe diellin, jam edhe e lirë, bëj dhe diçka që juve se bëni dot. Nuk ku a bëri ku i dekurajuar, për kundrazi, dua t'u jap forcë. Juve nesër do dilni në jetë, jeni dikushi, do bëheni dikushi, kështu që mos u dekurajoni. Por këto vargje më dukun më të përshtatshme, kam pro poezi këtu, po më dukun më të përshtatshme se dhe unë isha shumë e mallëngjyrë dhe në momentin që më ndjeva e emocionuar, mendova që të lexoj këtë poezi për juve. Dhimbjen tënde të lutem ma jep. Më jep muzikëshin tënde ta kthej në një buqet. Ta balsamos në mundë. Ta kem aty për jetë. Sytë e tu plodrit i tua afër, shumë afër t'i kem. Të ndjej dritjen e një përqafimi, erën e bushës tënde të ndjej. Unë jam si një nënë për juve, se dhe nga mosha, si që dukem, kështu që edhe këto fjalë që ju them që i ka poezia janë fjalë nëne. Më jep dhimbjen tënde që shpirti do ta bëj, që shpirti ta ka bërë plagë. Më jep fjalën e ëmbël ta mbaj thellë në shpirtin e vrarë. Të gjitha plagët, rrudhat e thella, bukurinë e fytyrës më jep. Cocat e jetës, vuajtja e verës, zoj të këndojnë çdo mëngjes. Mi e duat e tua të lodhura, tu marë pak zerë. Ti përkoj nga dalë, mos t'i lëndoj kur ti përkëvel. Mi e pëshirëtimat e tua, ti letësoj kur merë frymë. O Zoti im, sa herë të kam pushtuar në një pikë, me shpirt kam shërë tjërë. Ndaje dhimbjen tënde që ndjen, të ta kthej në forcë. Dielli i mëngjesit kur të zbarë, shpirtin me rreze të ta ngrohtë. Të gjitha plagët, rrugët, erdet, zbrazësinë e shpirtit, ndaj ti me mua. Zoti i gjithësisë, ilaçi do të bëhet, do të kthej buzëqeshjet e munguara. Tingujt e një kënge do të mbushin shpirtin, do të largojnë mërzimin. Ashtu si era ndes prushin, do të kthej ty përsëri lumturinë. Sytë e tu të venitur do të buzëqeshin plodritat e erë. Aroma lulesh do të shpërthej, në shpirt do të sjelli pranverë. Faleminderit. Ju uroj që sa më shpejt t'i lini këto mure dhe të dilni jetën e lirë. Per i calori e l'amore, ma che ne scegli, poi l'amore, che gli arti e che gli uscire nel città crusca e un bambesco. Che gli arti e ne podasse prima che gli arti e gli sciamordi, ai non siamo tempi tutti Allah. Asnjëherë me krahun e tij nuk marrëzoi mollën për i rënë. Asnjëherë me sekën e tij nuk i shpoi çështja të kuqe. Kur pushka e parë Kristin te, ai shqyqoi habitshëm.
kur kushka e di Kristin te, ai e shtrini qapës, kur ljubja, kur e pëtitera, kur kushka e drejt Kristin te, ai ra i përgjapur për e gjapur në vëllazën tim, e streha e u gjapur pikojnë gjapur. Unisa në dalë, marsimë tona, në zbërta të mirë dhe shkova në uranët të vrarinës dhe bjeva në zmesi përën ma e krahe, o si në nëmbre në cëlleni, mos e qovë në zangjeli, unë si në nëmbre në zore, o mos e qovë në zagore, se me bjashë. Të bërë të supa, vjetë të pire mos o kupa, a më nëzotë për osë amini, si kur prejshën që i vjetë të rejni, si suteri që i vjetë të pula, ashtu ra osë në ata cukra. Dehë më i zonë, ma vujnë fjallë, ku ka osë e fjallë, ku ka osë e kërë një dhjen që se ndojnë kun karajhjen, ndoshtë atë në shpilë, rejnë zemë në blot të shpilë, është i rime tjeta, e u shefë dhe shurë e tjeta. Jo së u shefë për në Zagoria në Nizolja për është në desh, në brekëmëras të do në tonë në shtesha një omi. Desh të jova në rikë, po për vrapës të shposta që i kërshok e larë ropa, të 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 këndë të plaj ropa. Ura kërni, ju vumë ropa. Të e njekë bregu të ujtë, i karajvile të e gjujtë. Të e gjujtë për unë gjallë me dorë të në nëzonë. Por me dorë në këzije i dali se kështë një shkjallë së përmani, dhe thoni kështë pas të një zemë, të kënjëu, kërmi të temë. Mos të rejnenja vjallë i riqe, kur i smoni në zhjithë të grandorë, si kur baqi, por në dhe jallë, jeshqitarë, e të jetë do pak bujarë. Në zërë kavanin, në kodë gjykue prej Zotin, kodë së shkrue, belje krypë shkutona mua. I kanë zërë kavanat prej visit, e ja kanë njësë të luftuar, shkumë e gjakë të në shkuë. Osja sajtë pas ka kaluar, janë në mjetë, ma dhe piskati, por të piskati dhe në gati ka shkatruar, se me dorë shëshojnë kënë të pushtuar. Trima mjaftë pas në luftuar, po prej Zotit së ka shkruar, prej Zotit së ka thonjën e tjetën tek me lanë, por t'i cupi marë t'i zi, prej banë të shumë shpi. Ka zoj manë se nusës resi, në pas shkuna dhe, thunë për shtypi së të një, jem të të falë për në këtë ditë sotit, se me kjasë të në kejrotë. Por mos harro, një fjallë, kënjasit nga thunë, mos lakmoni tokë shumë, mos i lakmoni tokë s'kastriotit, se u bjen kësë që besa Zotit. Kër arrejnë në planë të shtatit është kja unë i shpatit për sëtin, ose kuka për vranin. Dhe ma i zonë të pasatruve që është të njerin kali të shkue që po shkonë që më kontranuën, edhe gjokën e kanë daluve të në hije, të në kruve. E ashtu nejnë dër hije, e të janë ai punë Shqipnijën, kur e shef jogu të jarë një si hije, vesh me të parë. E kur nga ti ka orë hija, zënë i thota për aria, posh një të zëtë që të ka falë. A je zona i hanë, a ju të posh ka falë bajanë, se shka janë në shkaru planë i posh e kursis, nuk është goja në shëndet, se mus janë punë të Shqipnisë, është nuk pjozi të lëvat, të në mendojë të e vëzëpa, e me bosh shkodër Karadak. Në bashkë, shka përfet, që e nga zënë këti e shpati, që shta pështoj Shqipnini ngrati, se po të boj beri kur të vorit, në bitë të shale se në shkam të morit për Shqipnisë dhe me djali, e për te, jetën e fali. Në kama letin kështu në gjallë, dire për që ma zizirë, kështë Kosovën bashkoretën,
Shoh ushtrimin Tosken Geg, lidhur bashkë si kokra të shege dhe lidhur me bjerë shqiptare, Biljamiku të qitë në pare. Amanek, po mori ljoke, po një nërë miqve dhe shukve, shokve miqve të mbajsh nërë, fukaraja më s'kanë dherë. Se po dalë për i kapeja, dhe i kapeja dhe i kareka, me u përpjek të haqizeka, se të shroni ljoke të ndërsynë trojet tona dhe me hi. Ma ndërgjurë një fjallë. Ritma djali bujarë, të bëme të tëjnë elementarë. Djerë me folë me këvenduë, kur sa kohët mës me i harruë. Kur se vjenë kësaj darmiku i zi, kur sërë djali, vjetë sabi, nëse është sabi vjetë, për në zemë në në shpërë, preja djali të të vjetë. Mojë në gjërë, në kate mojë, sërë në vjetë për të zahë. Ata, që destinë të vla, e për në gjaku, për troje të arborë. U qoftë, mbi vërë mjedina, akulli, bora e serotina, e dërsa të ketë në qirë, djel e hanë, dërsa të tonë në majnë dhe i zonë, dërsa të ketë në detë, ujelonë, ata kur në suharoshin, për ndërbreza në kujtoshin. Në këtë takim morën pjesë një numër i konsiderueshëm i të burgosurve, të cilët jo vetëm që ishin të pranishëm, por edhe aktiv si të gjus dhe pjesëmarrës. Për te i kangjellave nuk ishte thjesht një aktivitet artistik, por një thirrje për humanizëm. Në një botë ku shpesh gjykimi mbizotron mbi mirëkuptimin, kjo ngjarje solli një qasje të re. Shkrimtarja Amy Crossi u ftua për të marrë fjalën dhe para të pranishmëve, solli një nga krijimet e saj nga libri Buzët lyej me ngjyrën e musgut. Ju përshëndes edhe një herë, falenderoj Sati, drejtori për organizimin dhe të gjithë djemtë që janë këtu. Më besoni që ju të gjithë jeni fizikisht, por shpirti juaj është i lirë. Dhe ne që jemi në armë vesh të ka shumë artistë. Mbajmë shpirtin e artë të gjallë, sepse liria është me ju. Ju falenderoj. Kjo poezia ime të nga tjeta Kosovë bandatë 12 gusht 1990. Atëherë isha vetëm një gazetare shumë re, kur me të gjithë gazetarët e botës më bëri të kuks. Aty pa mira dhe mira vlezë kosovarë që kishin skarkuar dhe kishin nevojë për mirë. Unë mbaj mend shumë të tyra, shumë emra, por kur i shikoj sot Kosovën më duket sikur kam harruar, nuk kam ndodhur asgjë. Më vjen mirë që Kosova ka ecur kaq përpara, sepse edhe njëri liria është e shenjtë. Prandaj poezia ime mban datën e asnjëre viteve, kur unë isha në, domethënë si gazetare, si reportere e gazetarëve të Tiranës. Tunda tjeta Kosovë ka fëthyer për humbën e tërë. Duke hitur rrugëve të Kosovës tamë të tulerin pjeshtë radiakën, që përmjusën i pjorë. Mira duar një një raditën, duke pësatuar shpirti në angun e katër, që ndërshirë një ri, me ashtën e tjegur të tokës të arame. Tunda tjeta Kosovë, buzetjeshi diri stante. Faleminderit. Doja të ftoja Brodhina Musajin, Perikli Shullin dhe Hava Muqëllare. Ju përshëndes të gjithëve, ju uroj që së shpejti të jeni në familjen tone. Për te dritës, liria ime kalon në te dritën time, për te i maj dishtave, sepse dremitja të fyhet mbi qëpallët e më, si një frëmë fështëritëse. Në përtej burgun e dritës e marë ëndra e me. Si një gjelizore përzihet në afshë, të pangjura në thojnë të zbutë.
Në tjermin e mirëmës së kujtesës, burgosen mendimet e mia, si ushtri barbare të shpëthyer në askontu në përtetës e rësira nga rëndëri në hartim. Ju falenderoj. Përshëndetje të gjithëve, veçanërisht çunave që janë aty, që doja t'i thuaja, ju jeni ushtarë e Dheut tim. Poezia ime titullohet Shqipe moj Perëndesh. Ishte koha kur çakejt zjatnin duart tinëzisht, të rëmbenin nga jetësot. Ishte koha kur Shqipen e coptuan barbarisht, si të pazot. A e di këtë Europa, se ku flitet gjua hime. Në 5 shtete rreth të trungut, atë gjuhë e nënësime. Ajo vetë ka vullosur, e ka nxirë, e ka tranosur. A e di moje njerë si të bën këtë herë, ti u vrave, ti u preve, në përkora prapsuve, e gjakosur, sy gjunosur, e përqarë në copa je. Ti roje në trojet veta, këtu i linde bitë tu, je lash sa dhe vjeta, ja ku jemi sot këtu. Po në fyt do t'u ngelim, s'na këntitën moj të tërën, t'u anëzirim jashtë helmin, erë barut vjen në pëllër. Ja të këtejmë kokën brapa, djelo i kujtë si a kishe zënë. Ti ke qenë një zonjë një rëndës, burrat e dhellë të thrisnin në. Në Alpe ishe rritur gagua me flatra shtrirë, e pa epur në epoka, e tani trupit të ngrirë. Si të ndanë në tavolinë, të bën cope, të bën pjesë. Ata që fryen për drejtim, dolën më shumë se të pabesë. Tani hapi sy e shikorohu, se ta bëjnë prap grobën, të kroposin për së gjalli, janë të këqinë ras djalli. Detin duan të përbinë me marrëveshje të redhi, mos u jetë moj zonjë rënë, për të jetën e bëj flinë. Edhe ujtë në burime është gjak i tokës time, që nga jugu në veri ruajta gjuhën e zakonë. Ja tregoj vegjelis ku është gardi shtëpis, ku mund ketë një shans të ty, zgjohë Shqipe, hapi sy. Se asgjës është të pamundur, mblidhi shpresa dëja thora si kush kuj dhe vlora. Nga malsia e tropojes nga prekazja e sharve, o mërë zot, tregoj botës dhe njëherë si la je, nxirri vlera që ti ke. Tani është kohë tjetër, jo me gjatë, po me letër. Nuk uroj me derdhim dhe këtë herë, mendohu mirë moj Europë, se vendi i prap ka zot. Ismail Qemalin Lorë është të quar me flamur të dorë, thot Shqipëri të shoh bashkuar. Do të ngrihem dhe një herë, Shqipe moj Perëndesh, sa të kesh djem të tillë, në përshekuj do të jesh. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Madame Çollari, jam nga jugu i Shqipërisë, jetoj në Tiranë dhe vi këtu t'ju përshëndes me një poezi nga vëllimi Qyrku i lutjeve, ku lutjet e mia dhe të gjithë kolegëve dhe kolege që më kanë shoqëruar sot, shkojnë për lirinë tuaj. Kur dëmballa Adem pyetet për rënjët pyetet dhe ku mbillet një pemë. A ka ta banë për rënjë të gjalla, për atë që ikën, çfarë hisi ka lanë? Kush janë rënjët? Rënjët e rënjëve, çfarë bote kanë? Sa larg janë shtrirë? Kush është Gijati? Nga vjen e Amra? Çfarë mund se merë ti për të dhirë? Pyetje pas pyetjeje, përgjigjet shkojnë larg. Rënjë që dhembin, rënjë me plagë. Pse nuk pyet kush për politikanë, për plagë që hapen, lëndojnë vatanë? Adeu im me rënjë të thella. Adeu im
krenar e pa fat, në sytë e tu, gjithë bota kryhet, bukuria jote mjekim për plagë. Më lërë të mjekoj një pjesë të plagëve, pak nga pak e ditë për ditë, si kardiologu që kuron zemrën, si okulisti që kuron sytë. Të këti janë sytë e shqiptarëve. Kur të dhejmë ty, rënkojnë ata. Më lero të të ndihmojnë, të kullojnë plagët. Janë kaq të thella, kaq të mëdha. Çliroj këmbët e shqiponjës, të çajin lartësinë, qielli pafund, një gur themeli, thurur në vargje, krenarisë rënjore, t'i shtoj dhe unë. Dhe të shtoja Malazierin, Rabiemin Tyqin dhe të fundit, do të shtoja Zëgjëm Mehmetaj, jo më pak e rëndësishëm, po me qenë se është për historit është këtu afër, e kemi lënë për të fundit. Qeshia litorë thotë. Kur më shben emrin u këputa së qari nga zemra kristal, e sobzuar u shkput një yll me dritë flashkët, preku vetëm hijen time. Nuk e dija nëse ishte ndëshkimi im, a shpetim drite për të humlerën e ty. Kur emrin ma këthyn, zemrimi iku një grusht yësh ranë në prerën e nënës, aty ku veja kokën, për i ku kundroja botën. Sa varfri, shpirti shihja e që së ndihi leqarësh, dikush ndishte e unë fshinja gjurëm qenësh e zagarësh. Strehën e mëshme ma dëgjën e trupin shporë e pëshën, për të gjallë, kur nga aty sun më ndëshën. Në çdo shekull shuplak kom hëngër, herë të ftoft akull, e herë si prush, mbetësha shakull, si lis mbi ujë, rënje thellë isha në truall. Në çdo shekull flegrat herë të kuqe, rrugëtonin mbi kurriz pulla mahise i lëkura, e prap shuplakosje mbi porët e sëmuara. Të murin e njërë stres nga kurriz i lakuri lodhur, lëshova e ngulita gurin e meshdës. Edhe në shekullin tjetër do të hante një shuplak, por s'ka forcë në këtë botë që diku tjetër gurin tim e te i flak. E kam poezin shumë vogël, po do me thamë vetëm 2-3 fjalë. Nuk ka dhimbje, por ka dhe krenari për ju, sepse jeta ka sfida, por jeta është e gjatë. Shpresa mbizotron mbi dhimbjen dhe ju do të fluturoni si do të bërë në shtëpitë e juaja dhe në tokën e batanisë. Poezia ime është shumë e shkurtër, dola pak jo nga dhimbja, po kalova nga shërbim. Rrugët e jetës, me cilin tinguj të zemrës të tras, me cilin tinguj të thënë, pelump, yll apo jetë. E dehur e pafajshme, nëse dashërohen, nga kozmetika e bukur e fjalëve dashërohen, me shikim drejt horizontit, pa javshirë syrin rëkollisjen e lotit. Me shpirt e venitur, me zemër të pyet, kthej si pa kthyer. Këtë rrenjë shpirtin bova në zemrën time, e unë në shpirtin tënd aty ku kam pëlen. Zemra mori ritëm njësie, me dagët, me zjarrin, me prushin që ndezet thellë në trupin tënd dhe në shpirtin tim.
Unë jam Bacizec, nga Radio Televizioni Fontar. E di se për çdo mëngjes shoqëroheni me mua. Këtu më bën dorë një libër një mikut tim, të Perikleut, të cilit nuk do t'ja përmendi emrin se ka pak pa lidhje. Perikle Shuli. E cila Shuli të ne nuk t'i ndodh mirë, po libri është shumë i mirë. Do me ndryshu pa qasin, poezi çdo cila me mjesë tjetra. Unë do me tregu një barcodet e bazuar në një ngjarje shumë reale. Në Mansinën mbi Shkodrës ka qenë dhe vazhdon të mbetet zakon kur vdesin edhe femrat edhe meshkujt duhet me i vajtu. Pra i vajtojnë femrin edhe moshkull dhe vajton moshkull. Një Mansinën mbi Shkodrës i shkon habit edhe i shkon fut në një dhom të hujen të një se mirë. O habit njëri. Unë? Edhe e nëzojnë flagrons. Kur e nëzojnë, do e mos që e vrasin. Edhe si pas zakonëve të vendit, kur njëri është qenë në si pozicioni edhe kanë vra, është dashur një thirr familjen edhe është la gjapë. Ja kanë thirr ti vramit familjen, i kanë thonë qyre moshkullën e ju që të kërcon, atë kemi gjapë, që jo, kur kush kuj, edhe la gjapë. Me po tash, kur kanë dashur me vërrosa djalin, e kanë thirr mjeshtin që vajton, me pare, më shumë me vajtu. Edhe shkojnë këta moshkujt e shpisi, thotë sa pare duhet 100 euro. Thotë qyre 100 euro. Ka shkojnë rrugës, kërë majatori i pyta ta vjen të tregoni diçka me ditë që me i thonë ati të vrami. E i tregoni në konë mjeshtër i mire, ka maru huj mire, ta me i ka po mire, edhe thotë shumë bukur. Mi po përretë si pak u kry. Thotë, mirë, po këto e kanë zonë me grutë hujen dhe të duhet 500 euro. Shkon kërë e vajton. To vajtu, thotë, një do një kura s'ka të një thonë, pasha votër, pasha mënë, unë vajtimin du me lëmë si këtë ti ke bote tonë, po ke pasi parë, e s'ka kanë zonë. Sigur ju, kemi bote tonë, po t'i s'ka kanë zonë. Po në mërë të në përshë. Duke e konsideruar si një ngjarje me ndikim të jashtëzakonshëm, organizatorja Asja Mulgeci dhe Nikoqiri Sami Gashi shprehen dëshirën dhe vullnetin që kjo të mos mbetet një iniciativë vetme, por të kthehet në një traditë të përveçme apo periodike. Letërsia dhe arti janë mjete të fuqishme, jo vetëm për argëtim dhe kulturë, por edhe për rikthim në vetvete, për të shëruar plagë të brendshme dhe për të hapur dritare shprehëse. Takimi për te i kangjellave ishte një shembull se si një fjalë thjesht, një varg poetik apo një mesazh i ngrohtë mund të ndikojë më shumë se sa dënimi vet, mund të nxjisë reflektim, pendes dhe rigjetje të vetës.